Një antar i kryesisë tha qysh mundet kryetari me ik, e na ton ditën po luftojmë kundër atyre që po ikin. E kisha vizën amerikane në pasaport, por vendosa mos me ik. Më kanë arrestu në Dardanin katin e 12 të vajza jeme, që ishte studente. Miloševiqi më tha, zoti Luka tha, ma mirë kur me pashku te ai që të ka thirë prom, mos me shqetësu vajzën. E kishte kojshi dhe mujen njërin për shefave të udbës. Pas një kohë ne kanë zonë 25 pushka automatike, sepse njëri që ka marrë pushkën ka bo fjalë me një fqit vetin, edhe dalë ka gjujt me pushka automatike. Kështu ka fillu zinxhiri me hecë, na kanë marrë neve 4 vetëve, normalisht i pari kam qenë une, jem dënu me 3 vjetë, edhe kam bërë shumë përpjekje për mos me mbajt dënimin, mirë po e kisha problem se në nënane kisha pozicionin e kryetarit që tën ditën bëjsha propagandë për mos me lëshu Kosovën, e me ik nga Kosova, si shte kurkush i mendimit, ka marrë në Prishtinë nga PEA, unë konsultu me akademik Pajazit Nushin që e kam pas antar të kryesisë, më ka thonë ja, largohu prej Kosovës se nuk na vinë gjonë burg. E kam thirrë nesrit mbledhjen e kryesisë, një antar i kryesisë tha qysh mundet kryetari me ik, e na ton ditën po luftojmë kundër atyre që po ikin. E kisha vizën amerikane në pasaport, por vendosa mos me ik. Nesrit më kanë arrestu në Dardanin katin e 12 të vajza jeme, që ishte studente, edhe njëri prej pjestarëve të udbës në pej, për ma vo me dije që qaj që të kalon me ik, ka qenë njëri tyre, i cili edhe më thiri më shku të aj me fjetat natë, po me qenë se kisha vajzën në Prishtinë, thash jo faleminderit. Miloševiqi më tha, zoti Luka tha, ma mirë kur me pashku të aj që të ka thirë prom, mos me shqetësu vajzën. Më kanë shtin gepek në Qilenish, më kanë qunë pej. 3 ditë e 3 natë, maltretimet nuk kanë pas ndalur. Masi është përfundu krejt, më kanë qunë qeli, e kam qenë krejt i ajë në durve e komve. Në burgun e pes kishte ende gardian shqiptar. Njeri kur më ka po, tha, jo, sonte mos flejt gjumë, po të tonë natën rrinë lavabo me dur në ujë. Edhe ashtu kom vepru. 7 muaj kam qenë në burg hetus në pej. Mbas 7 muajve ne spequj qetnik se ndoshta u kon majzi, zhiva Sveiqi, me dha 3 vjetë burg, e me qenë se kisha drejt më mbrojt liri, shkova në shtëpi. Me vajzën, atë natë kam fjetë në banesën e sajnë, me në 6 heret kanë ardhë në banesën dhe më kanë arrestu. Po, deshta me thonë një gjatë që këta e kanë ditë se na kanë përcjellë vazhdimisht. Ne kem pas një zyre në pej, edhe
ku kretë veprimtaria e PE-s është zhvillu prej asaj zyres. Të arrestum ishim unë Jahja Luka, Mustaf Smojli, Musa, s'më kujtohet mbi emri, Regja, edhe disa të tjerë të cilët janë liru mandej, po është me interes me thonë një gjë. Kur i kemi qu në shtëpin apo në kullën e Musa Regjës, në Novosel, e kemi shti në një grasht të lopës i kemi mlu me sonë, kur kem dalë në bërë, e kom vetë Musa Regjën, e kuj është që e shpi për një fëqit të tina. E kishte kojshi dhe mujen njërin për shefave të udbës në pej. Mustaf Smajli ti thash atë natë. Thash Mustaf, na me sonte e kemi hongër burgun. Se me pas kojshi dhe mujen, pa zid, pa kur gjo, une nuk i besoj kur kuj mo. Kale edhe ajo u dënova, u arestova dhe disa muj mjekët e pesë më kanë bajt për mos më shku në vujtje dënimit me certifikata shëndetësore, me shtrirjen time në spitalin e Mushkrive, e që si gjërat të tjera.